وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet I adërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me kapitullin e shitblerjes dhe tregtisë, ku folëm për një temë dhe për një fenomen I cili është I përhapur shumë në mesin tonë dhe në mesin e tregtarëve musliman, dhe për fat keq duhet na si musliman që të këshillohemi me zveti, të pyesim edhe të marrimi përgjigjet nga Kur'ani dhe Sunneti se çka na udhërrofejnë dhe çka na mësojnë, e veçanërisht në këtë pikë e cila folëm, dhe ajo ishte rreziku I mangësisë në matjen dhe shitblerjen, mashtrimi në kantar, mashtrimi në matje. Padyshim se kjo çështje o vëllezër nuk është rrezik dhe nuk është rreziku I saj I mangësisë në shitblerje, në matje, në peshore, vetëm si një sëmundje e mëkatit, thjesht një mëkat, mirë po është dhe sëmundje morale dhe shoqërore e cila sjell ndëshkime dhe sjell dënime, ashtu sikur që u shkatëruan shumë popull më herët për shkak të këtij mëkati, për shkak të kësaj sëmundje morale edhe shoqërore. Dhe cekum në dersin e kaluar se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka ndëshkuar popull për shkak të shfaqjes dhe përhapjes së këtij mëkati në mesin e tyre. Dhe se padyshim se mangësia në peshore dhe në matje është ndër mëkatet e mëdha që ajo sjell shkatërrim dhe sjell dënim të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Një popull I veçantë që Allahu e dënoi në Kur'an dhe e ka cekur ato në shumë vende si shembull dhe për të marrur mësim, është një popull që Allahu Gjelle Gjelaluhu dërgoi te to pejgamber, këshilluesin që të I thirr edhe të I fton në drejtsinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe të përmbushin matjet e tyre, në shitblerjet e tyre, në vagat dhe kantarat e tyre, dhe mos të ju mangësojnë njerëzve çështjet dhe gjërat e tyre. E Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë pejgamber tha: "Wa ila Madyana akhahum Shuaiba." Në shumë vende në Kur'an e gjejmë që Allahu Gjelle Gjelaluhu tha dhe te populli I Medjenit e dërguam vëllaun e tyre Shuaibin. Shuaibi alayhi salam, pejgamberi I Allahut, I dërguar I Allahut, I cili e përcjellte mesazhin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, duke I thirrur në adhurim të Allahut Gjelle Gjelaluhu këtë popull dhe duke I autorhequr vërejtjen atyre
që mos vallë të i shkelin kufit e Allahut e të mangësojnë në matje dhe në kantar. Allahu xhelle xhelaluhu na tregon se me sa lloje dhe se si e ndëshkoi këtë popull. Tha kur na e dërguam Shuaibin te populli i tij, ai ishte nga vendi i tyre, nga ato njerëz, nga gjaku i tyre, vllau i tyre në atë komb, në atë popull, me të cilën ai jetonte së bashku me to. Por kur e pa se ato ishin të zhytur në mëkat, edhe se adhuronin dikant tjetër jashtë Allahut xhelle xhelaluhu, ai e merr iniciativën e thirrjes së tyre që të i thirr edhe të i shpëton nga kjo humbner me të cilën ato ishin futur. E Allahu xhelle xhelaluhu këto na regjistroi në Kur'an në suratul A'raf, një pjesë e kësaj ngjarje, në surat Hud, ngjarja e Shuaibit, edhe në surën Shuara, në disa vende kështu me radhë, duke na i treguar në çdo vend dhe ato metodat e dënimit se si i ka gëlltitur ky popull dhe se si ka përjetuar ky popull. E Allahu xhelle xhelaluhu tha kur e dërguam në Medjen vllaun e tyre Shuaibin, i cili tha: "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh." O populli im, adhuroni vetëm Allahun xhelle xhelaluhu, se s'ka zot tjetër për ju që meriton të adhurohet. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dhe mos mangësoni në matje dhe në peshore. Inni akhafu aleikum adhab yawmin muhit. Unë kam frikë një ditë për ju që mos t'ju kap dënimi i madh i dhemshëm i ditës së përfshirjes kur t'ju përfshin të gjithëve. Në surën Hud tha: "Inni arakum bi khairin." Unë ju shoh në këtë mirësi që Allahu ju ka dhuruar. Keni rrezik, keni bollok, keni të gjitha të mirat, duke jetuar pse detyrohi që ta mposhtni jetesën dhe mirësinë e juaj, sistemin me të cilën jetoni të këndshëm e të mirë e të sigurt, e ndryshoni duke u munduar që ta përzini me mëkate, e pastaj t'ju kap dënimi i dhemshëm i Allahu xhelle xhelaluhu që ju përfshin të gjithëve. Dhe pastaj në surën Hud Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Wa awful mikyala wal mizan", dhe përmbushni matjet e juaja edhe peshorat e juaja. "Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum", dhe mos i mangësoni nga njerëzit gjërat të cilat janë të tyre. Mos ja u mangësoni atyre, mos ja u merrni haket e tyre, për arsye se tha: "Wala ta'thaw fil ardi mufsidin", mos bëri shkak për prishjeve dhe shkatërrimeve në tokë. "Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin", ajo çka ju ka ngelur halal nga ana e Allahut xhelle xhelaluhu është shumë më e mirë për ju nëse jeni që besoni. "Wa ma ana aleikum bihafidh", dhe unë nuk jam për ju mbrojtës. Unë ju këshilloj që të i largoheni kësaj sëmundje dhe këtij mëkati, këtij fenomeni të keq që ju shkakton juve që të bëhi nga ato prishësit dhe trazuesit, të cilët sjellni trazira në tokë, edhe pastaj të ju kap ndëshkimi i Allahut xhelle xhelaluhu. Por ky popull nuk e muar këshillën. Dhe gjithherë është në vendet ku e njohin këshilluesin e vet, ku e din këshilluesin e vet, nëse është i mesit të tyre, gjithherë përbuzin dhe nuk ja marrin për serios këshillën e tij. Dhe se një ashtu tallen me to, sikur që u tallen me Shuaibin alayhi salam, kur i than: "Qalu ya Shuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha." Tha i thonin: "O Shuaib, a ky namazi që ti e fal, ky ty të ka mësuar mos u ke dallashit për këtij namazit, të cilën ti e fal tash, e ky ti tani të mëson neve të na urdhënosh e të na thush të i lojmë ato adhurimet të cilët i kemi pas nga baballarët, edhe plus asaj mos vallë ke marr dallash, se ti tash edhe falesh edhe ka marr dallash, edhe na përzihesh se si të veprojmë na dhe në pasurinë tonë. Inneke le antal halimur rashid", ti më dukesh shumë i mençur me këtë që e bën, edhe se mundohesh që të na drejtojsh me këtë çështje si në formën e poshtrimit dhe nënçmimit të tyre. Mirë po Shuaibi alayhi salam, o vëllezër,
vazhdon duke ju drejtuar me urtësinë e tij popullit të tij, duke e thirrur e duke i thonë: Qale ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. O populli im, e çka mendoni që nëse unë jam në atë mirësi, në ato argumente të qarta të cilat i thirri që Allahu xhela xhelalu mi ka dhuruar, jam duke ju treguar dhe jam duke ju thirrur në ato. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Unë nuk dëshiroj që juve t'ju kundërshtoj në atë që ju e bëni, e unë çkoj ta bëj pastaj atë që ju ndaloj. Nuk tham unë mos mangëson në matje, mos mangëson në peshore, e pastaj unë shkoj ta bëj ato, unë të fitoj e ju të ngelni pa fituar në pasurinë e juaj. Por këtë nuk e bëj, tha, vetëm se për hir të Allahut xhela xhelalu, nuk dëshiroj shpërblim nga ju. Nuk jam të kërkuar që ju të më shpërbleni për këtë çështje dhe për këtë thirrje të cilën jam duke ju thirrur në rrugën e Allahut xhela xhelaluhu. In uridu illa al-islaha mastata'tu. Unë nuk dëshiroj diç tjetër, tha Shuaibi a.s. vetëm se për mirësimin e juaj, që të drejtoheni në rrugën e Allahu xhela xhelalu, ashtu sikur që ai dëshiron dhe sikur që më ka porositur që t'ju ftoj në to. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Dhe nuk është në dorën e kërkuja suksesi im, vetëm se në dorën e Allahu xhela xhelalu. Unë ta i mbështetem dhe ta ai është kthimi im. Kështu vazhdon Shuaibi a.s. o vëllezër që t'ja tërheq vërejtjen popullit të tij, duke ju cekur dhe Allahu xhela xhelalu e la mësim se ato ishin popull që mangësonin në peshore dhe mangësonin në matjet e tyre, duke mos e përmbushur hakun e njerëzve, dhe këtë mësim e marrin nga Shuaibi, po nuk e përfillin ato mirë, po ata e shpërfillnin këtë thirrje. E Shuaibi a.s. kishte frikë dënimin për to se do t'i kap dënimi i Allahu xhela xhelaluhu për shkak të këtij morali të keq, të kësaj sëmundje e cila i ka kapur. Se me të vërtetë është kjo sëmundje, o vëllezër, ose ky veprim është një sëmundje morale që ngjitet te një njeri dhe ai mendon se nëse nuk vjedh, nëse nuk mangëson, nëse nuk mashtron në vag, nëse nuk mashtron në shitblerin e tij, ai mendon se do të humbë dhe nuk do të fiton. Por atë Shuaib a.s. ju tha: Baqiyetullahi khairul lakum. Ajo çka të ngel halal nga pjesa të cilën ti e ke motur me halal, e shet me halal, mundohesh që pjesë që të ka ngelur u shumë më mirë për ju nëse jini që besoni. Por atje u tërheq vërejtjen duke thonë: Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih. Tha, o populli im, mos t'ju shtin kundërshtimi im derisa në atë gjendje që të ju godet, të arrini atë ju godet ajo goditja e madhe që i ka goditur shkatërrimi i madh popullin e Hudit, apo popullin e Nuhit, apo popullin e Salihit. Wa ma qaumu Lutin minkum bi ba'id. E as populli i Lutit nuk është larg nga ju që ju shkatërrua më herët. Ju e ditët e patë që nga mëkatet e mëdhaja vijnë dënimet e Allahu xhela xhelaluhu. Mëkatet janë shkak që të sjellin ndëshkim, mëkatet janë shkak që të sjellin dënim. Për atë Allahu xhela xhelaluhu në surat e Shuara foli për Shuaibin alayhis salam dhe tha: Kadhaba ashabul aykati al-mursalin. Tha, populli i Ajkes, ato ishin të cilët e përgënjeshtruan të dërguarit. Idh qala lahum Shuaibun ala tattaqun. Kur ju tha Shuaibi a.s. a nuk keni frikë Allahun xhela xhelaluhu? Inni lakum rasulun amin. Unë jam i dërguar i Allahut xhela xhelaluhu, besnik në këtë që ju thirri, me të vërtetë se është e vërteta nga Allahu xhela xhelaluhu. Ja u tërheq vërejtjen që mos t'i boni këto mëkate, të i ruhi këtyre mëkateve, të i largohi këtyre mëkateve. Fattaqullaha wa ati'un. Keni frikë Allahun xhella xhelaluhu dhe më respektoni mua në këto të cilën jam duke ju thirrur. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. Nuk kërkoj nga ju që ju të më shpërbleni për këtë që e bëj. In ajriya illa ala Allah, apo in ajriya illa ala rabbil alamin. Shpërblimi im e prez vetëm te Allahu xhella xhelaluhu, Zotin e botrave. E pastaj i vazhdon këshillën duke e thonë: Auful keile wala takunu min al-mukhsirin. Përmbushni matjet e juaja dhe mos mangësoni në to.
Wazinu bil qistasil mustaqim, matni me peshorën e drejtësisë, wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dhe mos ja u mangësoni njerëzve gjërat e tyre të cilat janë të tyre, dhe mos bëhet shkak ajo vepër e juaja që ju pastaj të bëni trazira në tokë. Keni frikë Allahun, Zotin i cili ju krijoi juve dhe ata të cilët ishin para jush. Derisa Allahu xhel xelaluhu vëllezër pastaj na tregoi se çfarë dënimi e ka ploj këtë popull. Në shumë vende, domethënë në Kur'an, e sjell këtë mësim. Pse e sjell këtë mësim? Për arsye se është një fenomen që sillet në mesin e njerëzve vazhdimisht. Gjithherë njeriu mashtrohet me mangësinë e tij në vagë dhe në kantar kur ai të mat në peshore. Si të mat me njëherë i shkon mendja kur ti mat dikuja, ai kur ti peshon dikuja, ai t'ja mangëson. E nëse merr për vete të merr më shumë. Më prat Allahu xhel xelaluhu na tregon o vëllezër në Kur'an se kit popull e ka dënuar me 3 lloj dënimesh. Në suratul A'raf na tregon se e dënoi shkak që ato e merituan këto lloje të dënimit, ishte shkaku i mangësimit në peshore. Ishte shkaku i mangësimit dhe mashtrimit të tyre në matje në peshore. Allahu xhel xelaluhu tha: fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Këto ishin ai popull me të cilët që Allahu xhel xelaluhu së pari çon dënim për to tërmetin e madh që ju tronditi dhe ju dridh toka në kombët e tyre, derisa ato të ngelin në shtëpiat e tyre si trupa të pajet. Në surët Hud, Allahu xhel xelaluhu tha: walamma jaa amruna, kur erdh urdhni i jon, që Shuaib alayhis salam ja u tërheqte vërejtjen atyre, që mos të vjen një ditë që do t'i përfshin me dënim, tha Allahu xhel xelaluhu kur erdh urdhni jon për dënim, që ta kap këtë popull me këtë fenomen të cilët e kishin të përhapur në mesin e tyre dhe nuk i merrnin këshillat e tyre, Allahu xhel xelaluhu tha: fa akhadhathum as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Ato i kapi zëri trishtueshëm, një zë nga qielli i trishtueshëm i madh, që i bëri të vdesën nga zëri i madh nga qielli, që Allahu xhel xelaluhu i ja u dërgoi atyre dhe nuk ngelën, tha, në shtëpiat e tyre vetëm se si trupa të pajet, ke ellem yaghnaw fiha, ashtu sikur që nuk kishin jetuar më parë në ato vende hiç. Dëshduk Allahu xhel xelaluhu sikur nuk ka ekzistuar fare. Ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud. Larg qofshin, tha Allahu xhel xelaluhu, populli i Medjenit, Medjeni ashtu qofshin të shkatëruar e të zhdukur, sikur që ke i shkatëruar dhe i zhdukur populli i Thamudit. Në surën Shuara, Allahu xhel xelaluhu e tregoi edhe një shkak tjetër të cilën këto e merituan, një dënim, një lloj tjetër të dënimit, tha: fa akhadhahum adhabu yawmi dhull. Ato i kapi dënimi i ditës së hijes. Derisa Allahu xhel xelaluhu ju dërgoi një nxehtësi të madhe, një vap të madhe, e këto shkuan që të strehohen nën hijen e njëres, që mendonin se do të ketë hije për to dhe freski dhe shi, e Allahu xhel xelaluhu pastaj tha: ju zbriti nga jore zjarr, të cilët i dogji dhe i dënoi të gjithë këtë popull, pra me 3 lloj dënimesh. Për shka? Për arsye se ishin ata të cilët e posedonin këtë fenomen të përhapur, këtë sëmuje, që ato mangësonin në peshore dhe në shitblerje. Lusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na drejton në rrugën e tij e të na bën prej atyre të cilët marrin mësim nga fjalët e tij, nga libri i tij dhe nga të dërguarit e tij. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.